Të nderuar shikuesi, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Vetëm pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe shumë qytetarë kanë nisur të verifikojnë nëse figurojnë në listat e votuesve përmes portalit e Albania ose në listat e afishuara në vendet publike. Ata mund të kontrollojnë lehtësisht emrin dhe qendrën e votimit. Takimet e radhës elektorale, drejtuesja politike e Partisë Socialiste Mirela Kumbaro i bëri në Këlqyr, Përmet dhe lagjen Zinxhira në Gjirokastër, ku bashkë me kandidatët për deputet Pirro Dhima dhe Anila Dimitri kërkuan mbështetjen me vot në 11 maj. Kumbaro u shpreh se në datën 11 maj, Partia Socialiste do të kurorëzojë një nga fitoret më të mëdha historike, duke i siguruar Shqipërisë pasaportën europiane. Takimi i radhës elektorale i kandidatit të Partisë Socialiste Tërmet Peçi ishte me banorët e fshatit mashkullor, teksa i kërkoi mashkullorit të mbështetjen me vot në zgjedhjet e 11 majit. Peçi përmendi transformimin që kanë pësuar zonat rurale të Gjirokastrës, ndërkohë që renditi edhe disa nga projektet madhore që do të zhvillohen gjatë mandatit të 4. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike Dritan Shehu dhe kandidati Arben Ristani u ndalën në Libohov. Gjatë takimit me libohovitët, Shehu shpalosi pikat e programit të Partisë Demokratike, të cilat do të realizohen në 100 ditët e para të qeverisjes. Ju njohim tani më gjërësisht, vetëm pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe shumë qytetarë kanë nisur të verifikojnë nëse figurojnë ose jo në listat e votuesve. Përmes portalit e Albania ose në listat e publikuara në vendet publike, ata mund të kontrollojnë lehtësisht emrin dhe qendrën e votimit. Jemi në qytetin e Tepelenës, vetëm pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në këtë periudhë të rëndësishme, është thelbësore që çdo qytetar të sigurohet që emri i tij figuron në listat e votuesve. Le të pyesim qytetarët e Bashkisë Tepelenës se sa të informuar janë për këtë proces. Kam të kontrolluar, kam lartë të gjimnazi, jam në rregull. Si do votojmë? Qeveria duhet koncentrajit, pa qeveri lera që thonë, e mirë e ligë, qeveria duhet, apo jo? Po, kemi kontrolluar, të votojmë. Nuk ka që vështirë fare. Pa tjetër. Numri 506 jam. Pa tjetër, si s'do votoj. Pa tjetër, kam pare numrin, kam kontrolluar shpejt para ca ditësh, edhe listat janë aty te Kilemaja. E kam kontrolluar dhe e kam. E kam kontrolluar emrin të ratë sakta. Po, kemi gjetur. Ku voton? Te gjimnazi. Të votojmë, se zbenë, se pa qeverisë rrijet. Ishte e vështirë ta gjeni emrin në lista? Jo, gjemë më kollaj fare. Ndërsa zgjedhjet afrohen, është detyrë e secilit prej nesh të sigurohemi që të jemi të përgatitur për të ushtruar të drejtën tonë të votës. Takimet e radhës elektorale, drejtuesja politike e Partisë Socialiste Mirela Kumbaro i bëri në Këlqyr, Përmet dhe lagjen Zinxhira, ku bashkë me kandidatët për deputet Pirro Dhima dhe Anila Dimitri kërkuan mbështetjen me vot në 11 maj. Kumbaro u shpreh se në datën 11 maj, Partia Socialiste do të kurorëzojë një nga fitoret më të mëdha historike, duke i siguruar Shqipërisë pasaportën për në BE. Të vazhdojnë të jenë besnik ndaj Partisë Socialiste duke vetuar numrin 5 në datën 11 maj.
mblidhet në rast të parë fal jush të gjithëve, fal strukturave të Partisë Socialiste, fal popullit të Këlqyrës që ka qenë gjithmonë votues besnik i Partisë Socialiste, se gjithmonë ka parë që vetëm Partia Socialiste ka bërë transformimin në këtë qark. Shoh këtu vajza e djemë të rinj plot, të cilët duan të udhtojnë lirisht, duan të kenë pasaportën europiane, që do të ndodhi në vitin 2027, kjo varet nga vota e 11 majit. Ka ende gjëra për të bërë në Këlqyr. Shoh skelat e ngritur atje, kemi ende ujësjelsa për të mbaruar Klemendoni dhe të gjitha këto bëhen vetëm me Edi Ramën. Si një familje e bukur përmetare, si një kopsht me të gjitha llojet e trëndafilave siç jeni ju, të shkojmë dhe të votojmë numrin 5. Kështu ju drejtua drejtuesja politike e qarkut Gjirokastër, zonja Kumbaro, përmetarëve gjatë takimit ku shoqërua edhe nga kandidatët Anila Dimitri e Piro Dhima. Të gjithë të bashkuar në datën 11 maj, duhet ta investojmë votën tonë për numrin 5, për Partinë Socialiste, për Edi Ramën. Por unë si vajzë përmetare, si vajza juaj, për tej kësaj gjëje, unë do desha edhe mbështetjen. Mbështetjen e përmetarëve për një vajzë përmetare, për bijën tuaj, sepse së bashku me një bashki socialiste, me një qeveri socialiste, me Mirela Kumbaron dhe me një deputet Gat Përmeti, sigurisht që vëmendja do jetë akoma edhe më e madhe dhe do patjetër një zhvillim akoma më të madh. Unë besoj dhe jam besim plot se përmetarët do ta mbështesin numrin 5, do ta mbështetin dhe Anila Dimitrin vajzën përmetare. Jo nuk kam u kthyer mbrapa shive si Jemi këtu në rrugët e këtij qyteti kaq të bukur dhe fantastik. Jemi të këtu njerëzit, njerëz të kulturuar, të dashur që më prisnin me krah hapur dhe e shikoja se si ju të gjithë keni një energji kaq të mirë këtu në këtë qytet. Dhe ky qytet është transformuar në saj punoj. Dhe kështu Përmetja ka dalë, kështu i ka besuar Mirelës, kështu i ka besuar Vinit, kështu i ka besuar Almës, kështu do t'i besoni Anilës, kështu do t'i besoni Piros, dhe shokët e mi janë 4. Unë jam e 5. Si një familje e bukur përmetare, si kopshtet me të gjitha llojet e trëndafilave si qeni ju, të shkojmë dhe të votojmë. Numrin 5. Partia Socialiste, data 11 është data jonë. Fitore! Faleminderit Përmeti, ju dua shumë. Takimi i radhës elektorale i kandidatit të Partisë Socialiste Tërmet Peçi ishte me banorët e fshatit mashkullor
Teksa i kërkoi mashkulloritëve mbështetjen me vot në zgjedhjet e 11 majit, Peçi përmendi transformimin që kanë pësuar zonat rurale të Gjirokastrës, ndërkohë që renditi edhe disa nga projektet madhore që do të zhvillohen gjatë mandatit të 4. Kandidati socialist tërmet socialiste, ndërsa ka premtuar se për gjithë njësitë administrative do të punoj ashtu siç punoi për Tepelenën gjatë drejtimit të saj për 3 mandate e gjysmë. Mbështesim tek puna që kemi bërë dhe do të bëjmë në këto 4 vjetë të ardhshëm. Tërmeti është janë mbajtur te telefon hall. Zona jonë është gjithmonë zonë me hallë dhe probleme, nga më të ndryshme dhe gjithmonë deputetët kanë ardhur janë prezantuar kaliku dhe kanë parë punën e tyre. Të radhe janë deputet që i kanë kthyer syt nga zona jonë për të gjitha hallet dhe problemet që ne kemi pas. Telefonin e mban hapur, fjalën e ka të mbajtur atë që thotë bë, dhe kështu këto janë motive që ne jemi të detyruar, po edhe të motivuar që votën t'i japim Tërmet Peçi. Në përvojën e eksperiencës time do të jap maksimumin që të jem një zë, të jem një mik, e mbi të gjitha të jem një punëtor dhe një shërbëtor i denj për të gjithë qarku. Dhe të maksimizojmë çdo votë për Partinë Socialiste për Edi Ramën, unë do të kem privilegj që sa do pak ai kontributi im i vënë në provë atje të më jepet mundësia që t'ia kthej vrapsh këtij komuniteti të rregulluar. Dhe në vazhdimsi atëve që bëra në Tepelen do ta bëj në mashkullor dhe do ta bëj në të gjithë njësitë administrative të qarkut tonë të rregulluar. Datën 11 me besimin tuaj, e shikoni arsyeshme që mund të jem i denj për të përfaqësuar dhe vota juaj për mua nuk është privilegj, nuk është ofriq, nuk është satanet, për mua është përgjegjësi, është punë dhe është fjalë e mbajtur për të dhënë. E përsëris të 10 herë, sadopak kontribut, mirënjohje, punë të pandërprerë për ditë, për orë, për javë, për muaj, për gjithë të qartë të mrekullueshëm. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike Tritan Shehu dhe kandidati Arben Ristani u ndalën në Libohov. Gjatë takimit me Libohovitët, Shehu shpalosi pikat e programit të Partisë Demokratike, të cilat do të realizohen në 100 ditët e para të qeverisjes. Administrata publike dhe punonjësit e saj do të respektojnë dhe nuk do të jenë të nënçmuar, si tani ka thënë drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës Tritan Shehu gjatë një tubimi elektoral me banorët e Libohovës. Zoti Shehu garantoi administratën publike se punonjësit e ndershëm nuk do të preken në qeverisjen e PD-s. Pushteti ka frikë nga Libohova dhe Libohovitët, vota e tyre më 11 maj do të jetë mesazh për dinjitetin njerëzor, tha zoti Shehu. Ne do të shirojmë administratën. Ne do të rilindim qarkun dhe Libohovën. Shikoni se ka të nisur. Ku shkoni juve? Për një certifikat, për një dokument. Duhet shkoni në Fier, a në Durrës, a në Vlorë, a në... nuk e di, a në Lushqe. Pse? Se është urrejtja për të qendër të zhvilluar intelektuale. Libohova është qendra e intelektualizmit. Libohova është qendra e zhvillimit. Unë vetë, familjen në nësime kam nga Libohova. Babaj nga Gjirokastra, Palortoja. Gjyshim, Sulo Bogdo, ka qenë këtu. Ka qenë prokurori i përgjithshëm i qeverisë Fanolit. Gjyshja ime, Shadi Aslani, nga Nepravishta, ka hapur shkollën e parë shqipe për vajzat në Libohov. Se Libohova ka qenë një qendër i zhvilluar, erdhën nga Stambolli ata, që i mbërë Robert Kolezhi në Istanbul. Dhe erdhën u vendosën në Libohov duke i gjetur veten këtu. Se kështu ishte Libohova. Si e ka katandisur lubia sot. Me atë lubin e madhe dhe lubit e mëdhenj të Tiranës, që ndajnë për veten e tyre dhe që duan ta lënë në këtë gjendje Libohovën dhe qarkun e Gjirokastrës. Sepse kanë frikë Libohova. Kanë frikë Libohovitët.
Se Zelibovitët gjithmonë kanë luftuar për liri, për të drejtë. Nuk janë nështruar akoma asnjëherë as të kushtet më të vështira. Dhe ju keni qenë kështu që në ditët e para të demokracisë shqiptare, të lëvizjes demokratike. Dhe unë jam i bindur se në 11 maj me votën tuaj ju do jepni mesazh të qartë, të fortë për dinjitetin njerëzor, për respektin e njerëzit, për mirëqenien e familjes, për familjen e vërtetë, jo me prindin 1 dhe prindin 2. Do të jepni një përgjigje të qartë për ato që duhet i dojmë të lirë, që ai në punës e administratës mos ketë frikë vi këtu sot. Siç ka. Dhe unë i garantoj ata që nesër në qeverinë Berisha, në punësit e ndershëm, që zbatojnë ligjin, nuk do preken, përkundër do shqirohen nga thundat e Lubi Kumbaros dhe tjerëve që i kanë mikurisë. Do t'jenë të lirë, të thonë mendimin e tyre, të hedhin votën ku e duan ata, ku ta ndjejnë ata, të dalin nga kthetrat e lubive, siç është e lubia, e cila pasaj, në mënyrë hipokrite, shumë hipokrite, hynë në përgjoja ka shpide, Libovite dhe Konti Bete Byrek, mbasi i shkel me këmbë. Mbasi i shkel me këmbë. Kjo është, nuk bëhet me hipokrizi, bëhet me projekte, bëhet me projekte të veçanta, zhvillimi, ashtu si do ketë mbas 11 maj. Prandaj, ju në absolutisht jeni shumë larg atyre. Ju jeni shumë larg tërmeteve, të korrupsionit dhe të ignorancës. Nuk mundet Libova të jetë në skuadrën ku janë ato tërmete dhe që kryesohet nga lubia. Nuk mund jetë. Që Libova ka koshiencën, ka traditën, ka kulturën, ka vlerën, di të respektoj, di të gjej, di të çmoj. Ndërsa kandidati për deputet, Arben Ristani u ndal edhe një herë tek mungesa e shpresës së të rinjve në Libohov dhe ngado, dhe kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së perspektivës. Ajo që është e dukshme është që kam taku vetëm moshë të tretë. Vetëm moshë tretë është e dhimbshme që janë boshatisur fshatrat tona të gjitha. Dhe me thënë drejtën, kur vje këtu ke ju merë qik frym, merë qik shpresë, se shef dhe trinje, treja dhe të gjitha moshat bashkë. Dhe më vjen mirë që Libova dhe Nepravista mbajnë akoma, janë dhe Nepravistës to, Po, bashkë janë. Kështu që më vjen me vërtet mirë që ju shoh gjithve kështu si që jeni bashkë, të rinj, të reja, moshe tretë, se është e dhimbshme ajo që prek dhe shikon në zonat tona rurale. Kjo vot këtë herë, ma mbani mend, është vot patriotike. Vota kësaj radhe është vot për shlirimin e Shqipërisë. Ka që rëndësishme është. Me këtë vot shlirojmë Shqipërinë nga hajdutrit. Po votuam Partinë Demokratike dhe kandidatët e saj, do shlirojmë Shqipërinë nga hajdutrit. Prandaj si patriot duhet votojmë kësaj radhe. Patriot me dashuri për vendin, me dashuri për atë dheun dhe kundër hajdutëve. Po e bëm këtë, kemi bërë detyrën tonë dhe për pasardhësit tanë. Dhe për këta rini që unë besoj nështë ta votoni për herë të parë, apo jo? Patjetër. Dhe me që këta të rinj votojnë për herë të parë, por edhe për ju që keni votuar më parë, fiksonin mendje, vota është pushteti juaj i vetëm mbi qeverinë. Vota është pushteti juaj, është mundësia juaj për të ndikuar në qeverisjen e vendit. Po e shpërdoruat votën, 4 vjet do vuani pasojat. Po u shit vota, nuk ka çmim që e blen, sepse nuk ka çmim që do t'ju kompensoj 4 vjeçin që vjen mrapa. Po të kishim fituar bashkinë me Adilin,
do ishit më mirë sot. Jam i bindur për këtë punë. Na ka ikë bashkia për pak vota. Për pak vota, për pak njerëz që ndoshta nuk besuan ke fuqia e djathës dhe ke njerëzit e djathës. Se si Adili, si Altini, kanë qenë çuna kapetan që kanë ditë me u kujdes për njerëzit e tyre, për familjet e tyre, për rrethin e tyre. E Majta ka 3 karakteristika kryesore, fiksonin kokë. E Majta është anti-familje, e Majta është anti-komp, e Majta është anti-zot. Ne jemi e kundërta. Për të ardhur ke pak fjalë për programin e Partisë Demokratike. Ndeshemi akoma me mungesën e rrugëve të pashtruara, me mungesën e ujit dhe me mungesën e dritave. Këto janë problemet minimale për të zgjidhur, më të letat për të zgjidhur. Të mos kesh ujë sot, mos kesh drita sot, të mos kesh rrugë të asfaltuara sot, është thjesht antikombëtare, është pjesë e shpopullimit të Shqipërisë. Të mos kesh shërbimet sot, të shkosh për shërbime për të marrë dokumenta në qytetet tjera, të mos kesh drejtësi sot, të shkosh për gjetë drejtësinë në Lushnjë apo në Tiranë. Ndryshojmë tani natyrën e informacioneve tona. Lumi Vjosa po ofron mundësi të shkëlqyera për ata që kërkojnë emocione dhe sfida. Janë të shumtë ata turistë të huaj që duan të provojnë një eksperiencë të tillë në rrjedhën e Vjosës. Operatori Luka Gama ka 5 vite që zhvillon ture rafting. Ai bën të ditur se ka kërkesa gjithmonë në rritje për këtë sport. Raftingu në lumin Vjosa është kthyer në një nga sportet më të preferuara për turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë. Bukuritë natyrore të jashtëzakonshme të zonës, të kombinuara me adrenalinën që ofron ky sport, e kanë shndërruar lumin Vjosa në një destinacion magnet për dashamirësit e natyrës dhe aventurës. Jam Kolon, nga Afrika e Jugut. Jetoj në Gjermani. Sapo përfunduam një udhëtim të magjishëm në ujërat e kristalta të këtij lumi. Megjithse pak i ftohtë, por shumë i këndshëm. Kjo është hera e parë që provoj të tilla eksperienca. Kam dëshirë të vij sërish, por atëherë kur lumi të ketë më tepër ujë. Jemi nga Hollanda. Është hera e parë që vim këtu. Për rreth 2 orë bëm një tur në ujërat e lumit Vjos. Ne kishim edhe vajzën tonë në këtë eksperiencë. Madje provuam edhe të laheshim. Kjo është një ndër eksperiencat më të bukura që kemi provuar ndonjëherë. Operatori turistik Luka Gama bën të ditur se ka një rritje të ndjeshme të kërkesave për këtë aktivitet gjatë sezonit turistik. Sporti raftingut është një sport që ka marrë një rritje shumë të madhe këto vitet e fundit. Unë jam një guid prej diku te 5 vjetësh. Raftingu është një sport shumë i bukur, sidomos tani gjatë sezonit, shumë turista kërkojnë. Pjesa më e madhe dërmuese sipas meje tani me çka kam rastisur kanë qenë holandezët dhe italianët. Por kjo është vetëm momentale, se ka nga gjithë bota. Sot unë kisha në varkë dhe dika nga Afrika e Jugut, kam pasur holandez, gjerman. Ta vinë me anë të rezervimeve, por ata informohen edhe kur ata arrin në përmet, ose kur arrin në Shqipëri, sepse raftingu është një sport shumë i kërkuar. Dhe është një sport vërtet i bukur, të cilin çdo njeri kënaqet e vlerëson, mësojnë më shumë rreth lumit, rreth natyrës, praktikojnë sportin, si të punojnë në grup, ka shumë faktorë të ndryshëm. Ka një interes gjithnjë në rritje për rafting në Vjos. Aktualisht mbi 25 guida operojnë në këtë zonë, duke ofruar ture për grupe të ndryshme turistike. Kalaja mbetet atraksioni kryesor i qytetit të Gjirokastrës fal vlerave historike dhe arkitektonike që mbart Kështjella e Gurt. Vijon të mbetet objekti më i preferuar për vizitorët nga mbar bota dhe për grupe turistike si venda se ashtu edhe të huaj. Kalaja e Gjirokastrës priti 18.738 vizitor gjatë periudhës janar-prill 2025. Edhe për muajin maj, Kalaja Argjiros vijon të jetë atraksioni më i frekuentuar për turistë të ndryshëm nga bota. Ajo që vizitorët pëlqejnë më shumë gjatë vizitës në këtë monument është arkitektura dhe historia e veçantë që Kështjella ka. Unë jam nga Hollanda.
Është me të vërtetë e bukur kjo kala. Hera e parë që po e vizitoj dhe po kënaqem shumë. Po njihem me historinë e vendit tuaj. Më pëlqeu çdo gjë. Kam lexuar në internet për kalan dhe ja vleti për ta vizituar. Është shumë impresionuese. Arkitektura e saj dhe mënyra se si është ndërtuar përgjatë qytetërimeve të ndryshme. Po vizitoj kështjellën për të cilën kam dëgjuar nga miqtë e mi. Çdo vend dhe muze brenda saj është i mrekullueshëm. Do të vi përsëri me të afërmit këtu. Nga viti në vit, kalaja e Gjirokastres është kthyer në një prej destinacioneve kryesore të turistëve të huaj. Ata nuk largohen nga qyteti i Gurt pa vizituar monumentin më të veçantë të trashëgimisë son kulturore. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të minutave të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.